Si gjithherë në emrin të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, falënderimet i takojnë Allahut, selamet, përshëndetjet, ja dërgojmë profetit Muhammed, alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekun, pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, vëllezër pranishëm, Assalamu alaikum, paqja, shpëtimi dhe falja e Zotit qoftë mbi ju. Sot me lejen e Zotit, në këtë ligjërat para xhumas, do të flasim rreth një teme që e kam titulluar Besimi dhe prodhimi. Me fjalën prodhim e kemi për qëllim kuptimin në aspektin ekonomik. Pra me një fjalë tjetër, besimi dhe puna. Shpesh herë ka keq kuptime rreth besimit dhe jetës kësaj bote. Disa njerëz mendojnë se besimi fetar e largon njeriu nga puna, zhvillimi i jetës. Ata pretendojnë se feja në farë forme e bën njeriu pasiv dhe të dorëzuar. Ky është një mendim, siç e dini, i gabuar dhe nuk përputhet me mësimet islame. Në esencë, qëllim i krijimit njeriu në këtë botë është që me ndërtu tokën, me gjallëru tokën, me gjallëru jetën këtë botë, siç thotë edhe Kur'ani, huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha. Allahu nga toka u ka kriju dhe ju ka ngarku që ta gjallëroni atë. Pra shëqeni ky ajet i Kuranit flet për një të vërtetë madhe. Pra Zoti na ka kriju nga dheju nga toka, por nuk na ka kriju thjesht vetëm me qenë numër, po na ka dhënë një rol, na ka dhënë një mision. Dhe roli dhe misioni i njeriu në këtë botë është që tokën me gjallëru, tokën me ndërtu, tokën me rujt mu përkujdes për ta. Pra ky ajet dhe të ngjashme tregojnë se puna dhe angazhimi janë pjesë e misionit njeriu në këtë botë. Çështja e dytë që po kam dëshirë më ndalë është besimi i vërtet është i lidhur me veprën. E keni pa sa shpesh përmenden në Kur'an imani, besimi dhe vepra e mirë. Kur flet Zoti për banorët e xhenetit, çdo herë i cilëson që do ta shohmi ata cilët kanë besu dhe ata cilët kanë bë vepra të mira. Pra besimi në Islam nuk është vetëm fjalë që mendojnë shumë prej njerëzve apo dëshirë zemrës, por është bindje që duhet shfaqur në vepra konkrete. Nuk ka besim të plot në Islam pa punë, pa përkushtim dhe pa angazhim. Pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Laysa al-imanu bitamanni wala bitahalli, walakin ma waqara fi al-qalb wa saddaqahu al-amal." Thot kuptimi i hadithit të pejgamberit, thot pejgamberi, besimi nuk është me dëshira dhe as me pretendime. Kam qef me konë kështu, pretendoj që jem kështu, po i besimi ka nevojë për me zonë vend në zemër, edhe tani me reflektu në vepra dhe në punë. Pra pejgamberi po thot nuk është imani besimi me dëshira të zbrasta dhe me pretendime të paqena, por besimi është ai që vendoset thellë në zemër dhe pastaj vërtetohet me vepra. Pra nuk mundesh me thotë dikush e kam besimin e fortë nëse ai s'ka vepra që e vërtetojnë besimin e tij. Prandaj nga kjo kuptohet që puna, angazhimi është dëshmi e besimit sinqert në raport me Allahun xhaleshanu. Besimi dhe puna, siç e thash kalimthin në Kur'an, gjithmonë janë bashkë. Innal ladhina amanu wa amilu s-salihat. Ata që kanë besu dhe kanë bë vepra të mira. Pra Zoti nuk e ka nda punën prej besimit apo besimin prej punës, por sikur Zoti ka dashur me na thonë janë të dy anë të njëjtës medale. Pra mos e harroni, Allahu xhaleshanu po na tregon se ata që do të jenë vendet më të larta në xhenetin e Allahut
janë ata të cilët kanë besu, por jo vetëm, por edhe kanë punu dhe kanë bërë vepra të mira. Çka tregon ky ajet i Kuranit? Ky ajet i Kuranit tregon se besimi pa vepra nuk mjafton. E keni po shumë njerëz thonë unë e du Zotin. E du Allahun shumë. A kemi të drejtë në më thonë njerëzve që ju ti ose filani nuk e don Zotin? Jo. Mirë po, kur dikush thotë unë e du Allahun, do të më pru fakte që e don Allahun. Për me të besu njerëzit, ose për me konë besimi tamam në rregull, do të më pru fakte. Unë e du Allahun, a ju ke përgjigj Allahut ditën e xuma? A ju ke përgjigj Allahut 5 herë ditje kur Zoti të rret për namazet ditore? A ju ke përgjigj Allahut kur një herë në vit tret për agjerim, në lloj ibadeti veçantë? A ju ke përgjigj Allahut kur Allahu thot më ndihmu atij skamnorit që është apo të përvujtrit? A ju ke përgjigj Allahut një herë në jetë me ndani pjesë të pasunisë për me kryer një prej obligimeve që ka emrin haxh? A ju ke përgjigj Allahut? A ju ke përgjigj Allahut? Pyetjet janë shumëta. Nëse në krejt këto pyetje nuk ka përgjigje po, atëherë pretendimi jetë apo që ti e don Zotin jetë vetëm pretendim, nuk është e vërtetë. Pra është e thatë, e zbrast. Dhe Allahu në Kur'an dhe profeti Muhammed në hadithet thonjet e tij po don me na sqaru çet aspekt se besimi nuk është thjesht fjalë, nuk është thjesht dogm, nuk është thjesht një lloj ideologjie, po është aja që zan vën shumë në zemër e pastaj reflekton në vepra dhe në punë. Element tjetër, shpëtimi dhe suksesi nuk fitohen me dëshira boshe, edhe në jetën tonë të përditshme, a keni po? Po flasim për punën, angazhimin. Nuk mundet një njeri me qenë sukses shumë në çfarë do fushë, qoftë edhe ajo fusha e punës, biznesit, angazhimit, nëse njeriu nuk angazhohet. Kam dëshirë më bë afaristi më i madh në këtë rajon. Kam dëshirë më bë biznesmeni më i madh në këtë rajon. Kam mundësi më bë njëri më i dijshëm në këtë rajon. Kam mundësi më bë shkencëtari kësaj fushë. Këto janë dëshira. Për më realizu dëshirat, këtu janë ëndra. Për më realizu ëndra do të më zgju prej gjumit. Edhe mi rrok punës dhe angazhimit, mi respektu ligjet e Zotit. Për gjithçka Zoti ka lënë ligj. Për më ardhur deri te suksesi, Zoti ka lënë një ligj që ka emrin ligji i punës, i angazhimit, i dhënies së mundit. Kërkush nuk mundet me shpëtu në botën tjetër, kur dalëm përpara Allahut, vetëm e thonë se unë kam qenë, për shembull, i krishter, a tjetër unë kam qenë ebrej, a tjetër unë kam qenë musliman. Ose unë e kom pas emrin Muhammed, ose a tjetër e kom pas emrin Jezus, ose a tjetër e kom pas emrin Kutadjun. Pra emrin një, dhe pretendimi yt apo përkatësia jote fetare në fe të caktuar nuk është domosdoshmërisht shpëtimtari yt nëse si angazhu dhe s'ke bo vepra të mira. Pra shpëtimi fitohet me punë dhe përkushtim. Allahu çka ka thonë në Kur'an? Këtu Zoti ka folë për 3 fetë që njihen si fetë më të mëdha: Islam, Krishterizëm, Ebreizëm. Kur'an thuhet shkaku i zbritjes këtij ajeti, unë po mundona vetëm kalinti me përmend se nganjëherë shkaqet e zbritjes të ajeteve na i shpjegojnë ajetet. Dhe tash për me kuptuar një ajet duhet me ditë pse ka zbrit ky ajet. Çka u bë shkak? Si zakonisht ajetet kanë shkaqe të zbritjes. Dhe kjo ajeti që Allah po thot në Kur'an, lejse bi emanijikum, nuk është sipas dëshirave tuaja, wala amani ahlil kitab, e as sipas dëshirave të idhtarëve të librit. A dini kush janë ahlul kitab, idhtarët të librit? Krishterët dhe hebrejt. Dhe tash kur e kemi parasysh këto 3 fetë, thuhet që dikush për muslimanëve ka thonë unë do të jemi shpëtuar në botën tjetër si jam musliman. Ai tjetër unë si jam krishter, ai tjetër si jam. Pse ti krishteri je shpëtuar? Se na i besojna Isës, Jezusit, pejgamberit parafundit. E ju hebrejt pse jeni shpëtuar do të jeni në botën tjetër? Sepse na i besojna Mojsiut, Musës alayhis salam. E ju musliman pse jeni shpëtuar në botën tjetër? Se na i besojna pejgamberit fundit Muhammedit alayhis salam. Pra kjo secili e ka dhënë shpjegimin e vet. E Zoti ka zbrit Kur'an për këtë muhabet.
ku ka dash Zoti mi tregu edhe muslimanëve, edhe ebrejve, edhe krishterëve, se nuk është shpëtimi në botën tjetër, nuk është determinues a ki me konë xhenet apo në xhenem, çka i përket ti, kuptimin apo çka pretendon ti, po do të pretendimit tanë mi angazhu punën që e pranon Zoti. Dhe Allah e ka zbrit këtë ajet kuranore dhe ka thonë, nuk është sipas dëshirave tuaja, o ju musliman, e as sipas dëshirave të udhëtarit librit. Po është ai i cili beson sinqerisht, beson drejt, edhe punon edhe angazhohet. Është puna dhe angazhimi, edhe Allahu xhaleshanuhu përmbyllet këtyre ajeteve ka thonë shumë bukur, ka thonë wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Këto janë xhenetet që është dhënë juve banorëve për shkak që asaj që keni punu. Jo për shkak të asaj që keni pretenduar që jeni. Ose që keni pas dëshirë. Se xheneti me dëshira tham nuk fitohet. As me ëndra, un kam shumë ëndra, kam shumë ambicie, duhet mi realizohet. Pra Allahu çka po vlet, wa tilkal jannatu allati urithumuha, kjo është xheneti, cilën e keni trashëguar në hinta, bima kuntum ta'malun, se rezultat i punës dhe angazhimit që keni bërë. Puna, angazhimi është për pjesë e fesë. Nuk mundet të mundë. Prandaj pretendimet që nëse njeriu është fetar, apo është religjioz, apo është praktikues i fesë, ai domosdoshmërisht është i prapambetur dhe s'punon as angazhohet, këtu nuk qëndrojnë. Mund të ketë individ, cilët ndoshta në farforme e krijojnë përshtypje të tillë, mirë po feja dhe besimi jonë nuk bazohet në individ, po bazohet në Kur'an, ato që ka zbrit Zoti dhe ato që ka shpjeguar pejgamberi jon Muhamedi alayhis salam. Edhe suksesin këtë botë, të nderuar vëllezër të pranishëm, lidhet me punën. Ligjet e jetës janë të njëjta për të gjithë. Këtë botë Zoti nuk ka bërë ligje për musliman, ligje për jo musliman. Këtë botë ligjet e punës, suksesit Zoti ka vendosur të njëjta. Dhe a keni po, ai që punon, angazhohet, i respekton këto ligje, Zoti në këtë botë i jep sukses. Kush punon pra, përpiqet, përfiton nga puna e tij. Çka ka thonë Zoti në Kur'an? Këto janë fjalë të mia. Allahu në Kur'an ka thonë inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Na nuk ja hupim mundin askujt që i cili bën përpjekje dhe angazhohet. Qoftë mashkull, qoftë femër, qoftë musliman, qoftë jo musliman. Jemi të folë për këtë botë. Se kjo botë i ka tjera ligje. Bota tjetër i ka tjera ligje. Se cila botë i ka ligjet. Njeri para se morën këtë botë, e keni pa, barkën e nanës, miter, ushqejet ndryshe. Kur vjen këtë botë, ushqejet ndryshe. Sa ta është në barkën e nanës, ushqejet nëpërmjet nanës, nëpërmjet kërthizës, e dini. Kur vjen këtë botë, aja mo nuk i vynë, që i bojnë? Ja prejnë. Pse? Se ta është për i gjuhës ka më ushqy. Me qumshtë e nanës. Edhe ligjet e kësaj bote dallojnë me ligjet e botës tjetër. Kur jemi tek kjo botë pra, në farforme, Zoti nuk i bën padrejtësi askujt dhe nuk ja hub mundin punëtorit. Pa ndodh nga njerë Zoti edhe atyre që angazhohen, kur flasin tash për besimtarët, edhe ndoshta i respektojnë këto ligje të dunjos nga një herë, e sprovon, s'vjen suksesi, ndodh. Për çfarë? Zoti do me sprovu, sepse na në këtë botë, si musliman, si besimtar, e dim që jemi në sprovë. Por prej njeriu të kërkohet me dhon angazhimin, mundin. Shpesh herë kum thonë të nderuar vëllezër të pranishëm, për mos mu përsërit shumë. Kur dalëm para Zotit, Zoti na mundsof me dalë faqe bardhë. Allahu nuk ka më na pyet neve për rezultatet. Zoti ka më na pyet neve për mundin dhe angazhimin. Se rezultatet nuk janë dorë tonë. Në dorë tonë çka është? Mundi, angazhimi. Edhe mundin dhe angazhimin që ka më na pyet Zoti, ka më na pyet sa kemi pas mundësi. Sa kemi pas mundësi, sa kemi pas takat, energji. E tash, kjo mundësia është varion prej personit në person. Dikush ka mundësi ma shumë, dikush ka mundësi ma pak.
Varësisht prej çati kapaciteti, Allahu xhaleshanu ka më na pyet nesër kur do dalim ditën e gjykimit. Besimtari punon me cilësi dhe ndershmëri. Tash nuk mjafton vetëm me punu, po do të më ditë çysh me punu dhe sa me punu. Çysh e puna kur të bëhet do të më bëj mirë. Pejgamberi Muhamedi alayhis salam kur ka fol për këtë temë, nëse mund të themi këtë formë, pra pejgamberi ka treguar se besimtari kur e kryen një punë, Zoti ka qef që ai me përsos. Inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. An yutqina, pra kur robi don me bon, kur robi e bën një vepër, Zoti ka qef don që ai me përsos, pra besimtari me përsos. Me përsos më dhon hakun. Mo dallu mjeshtri për punëtorit thjesht. Edhe në që e dalën një mjeshtër për punëtorit thjesht. Çka janë elementet që dalojnë? Janë finesat, ato detajet. Ai punëtori thjesht nuk i vren detajet, po ai mjeshtri i vren detajet, finesat quhen ndryshe. Ato e dalojnë punëtorin e thjesht apo mjeshtrin për punëtorit thjesht. Edhe në fe, po për feja, çdo herë punoni, çka ka thonë Zoti në Kur'an? Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasul. Thuaj punoni, Allahu ka me pa punën tuaj. Kush prej neve nuk don që punën tonë kur Allah e sheh punën tonë, kur dalim përpara Zotit, na me kot puna jonë me kon e mrekullueshme. Keni pa njeriu kur është i angazhuar me një punë, ndoshta kur i vjen ai përgjegjësi, mundohet ndoshta mu angazhu edhe më shumë, edhe mundohet në farformë me bëu diçka më të veçantë. Kjo është njeri, jemi të ful njeri, e njëjta nivel. Dallimet mund të jenë vetëm të përgjithësitë. Unë tash jam të ful përpara Allahut. Kemi të bëjmë me robin edhe Zotin. Kemi të bëjmë me robin edhe Zotin e gjithësisë. Unë jam nën fokusin e Zotit. Zoti më sheh mua. Zoti më përcjell mua. Kamera e Zotit është 24 orë, nuk ndalet kur. Mundet me ik Zotit kurrë. E përderisa Zoti unë kam këtë vëdije që Allahu më sheh punën tam, atëherë ta bëj çit punë mirë. Jo filoni ai tjetri. Ta bëj punën në formën më të mirë të mundshme me ndershmëri, sepse e di se çdo vepër shihet nga ana e Allahut xhalleshanu. Pra, thuaj veproni se punën tuaj ka me pa Allahu, ka me pa i dërguari i tij, pejgamberi i tij, kanë me pa edhe besimtarët. Pra, kjo vëdije e mbron besimtarin apo njeriu në përgjithësi nga mashtrimi dhe padrejtësia. Këtë përmbyllje, qetësia shpirtërore dhe largimi nga harami. Besimi jep njeriu qetësi, ndërsa largimi nga haramet, gjëra të ndalueshme, e ruan energjinë mendore dhe fizike të besimtarit. Dhe kur ka energji mendore dhe fizike, atëherë edhe punën e bën më mirë, edhe në formën më të mirë të mundshme, edhe punë bën më shumë. Shumë humbje në jetë, e dini, nuk vijnë nga mungesa e mjetëve, por vijnë nga veset dhe shturjet morale. Kur jemi te puna apo prodhimi, besimtari e çmon kohën, koha është amanet dhe është pasuria më e madhe që Zoti jep robët në këtë botë. Pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas, as-sihhatu wal-farag." Janë dy gjëra që njerëzit nuk u adin vlerën apo i shesin me çmim të lirë, i falin. Ka thonë është koha e lirë edhe shëndeti. Pra koha e lirë dhe shëndeti. Kur ka njeriu kohë të lirë, ka edhe shëndet, nuk ja din shumë vlerën dhe shumë prej njerëzve, në vend që mi përdor këto për punë për angazhim, Zoti na rujt angazhohen me gjëra negative. Adhurimi, të nderuar vëllezër, nuk e pengon punën. Islami nuk e ndon jetën fetare nga puna. Pas adhurimit, Islami kërkon edhe kur e kryjmë në adhurimin, për shembull ditën e xhumë, çka thot Zoti? Thon, kur të kryhet namazi i xhumës, shpërndanu. Ku mu shpërndane për puna? Në për detyrat që keni mi kry gjatë ditës. Thot, dhe wabtaghu min fadlillah, kërkoni mirësitë e Zotit. Që mas adhurimit, Islami nuk e adhurimin e kryte, angazhon punë, se Zoti s'ta ndalon tani me punu. Kur ta ndalon? Çto kur thirret e zoni ditën e xumës. E që të s'ka punë. Natyrisht profesionet caktuar ka përjashtime. Mbështetja në Allahun
nuk është përtaci. Shumë njerëz mendojnë ju mbështet Zotit, Zotit ju mbështeten vetëm njerëzit përtac. Kjo nuk qëndron. Zoti nuk thotë mbështet ju Zotit edhe rret tash prit prej qiellit. Omeri radiallahu anhu e ka shpjeguar shumë mirë, ka thonë prej qiellit nuk bjen shi as ari as argjend. Po do të më angazhu. E mbështetja në Zotin kur vjen? Angazhohesh, i merr shkaqet edhe pastaj mbështetesh Zotin. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Kur dosh me bëu diçka, i pastaj mbështetesh, fa idha azamta vendos mirë, merr shkaqet, pastaj mbështet ju Allahu xhaleshanu. Pejgamberi kur hinin në xhami, me shokët tha kuela e deven, tha ju mbështeta Zotit, tawakkaltu ala Allah. Ja në farformë ja lash Zotit. Tha dil lidh deven e tani mbështet ju Zotit. Çka me lidh deven, çka është? Merr shkaqet. Puna, angazhov e pastaj mbështet ju Allahu xhaleshanu. Këtë përmbyllje të ndëruar vëllezër, besimi nuk e ndalon punën, nuk e vret prodhimin, nuk e izolon njeriu. Por përkundrazi e nxit përpjekjen, e pastron qëllimin dhe e bekon mundin. Ky është modeli i besimtarit, pra besimtari punon me përgjegjësinë këtë botë dhe shpreson shpërblimin e Zotit në botën tjetër. Zoti na i fal gabimet, lëshimet, na i pranoft ibadetet, adhurimet, na bëj prej atyre ato që e flasim dhe veprojmë. Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.